Mesa duket një skriza e parë mes çiftit Brikena Mateo. Një mesazh anonim po qarkullonte sot në rrjetet sociale i cili ka ngritur dhe dyshime të forta për një ndarje të mundshme mes tyre. Ai thot se ndoshta dyshja mund t'i ketë dhënë fund lidhjes së tyre. Ata dy mbeten shumë të dashur për publikun dhe janë në qendër të vëmendjes pas përfundimit të bigut. Shkas për këto aludime u bë mungesa e daljeve të tyre të përbashkëta ditët e fundit, duke bërë që shumë të dyshojnë se rrugët e tyre janë ndarë përfundimisht. Brikena ndau një postim nga aeroporti ku njoftoi fansat se po udhëtonte drejt Italisë për të vizituar familjen e saj. Ky udhëtim shpjegon dhe mungesën e saj pranë Mateos. Ajo ka vendosur të ndryshojë fotografinë e profilit në llogarinë e saj në Instagram, duke zgjedhur një foto të sajën dhe të Mateos të krijuar me inteligjencë artificiale. Ky veprim i hapur duket se ishte mënyra e saj origjinale për t'u treguar të gjithëve se dashuria e tyre është e fortë, pavarësisht distancës momentale apo thashethemeve. Pas publikimit të këtij mesazhi, rrjetet sociale janë mbushur me komente dhe aludime mbi statusin aktual të çiftit, ndërsa ndjekësit po analizojnë çdo detaj nga postimet e tyre. Ju si mendoni, a janë bashkë apo jo? Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.